Humbja e shpatkasapit ka krijuar një boshllëk të jashtëzakonshëm në familjen e tij, por personi që e ka përjetuar më rënd këtë tragjedi është padyshim nëna e tij. E njohur për karakterin e qetë dhe zemrën e ndjeshme, ajo u përball me një lajm që asnjë nën në botë nuk ka forcë ta përballojë lehtë, që prej momentit kur u mor vesh tragjedia, ajo është mbyllur në dhimbjen e saj të thellë, duke mos mundur të besojë se djali i saj, një prej njerëzve më të dashur për të, është shuar kaq papritur. Ditët e para pas lajmit kanë qenë të padurueshme për të. Familjarët tregojnë se ajo kalonte nga momente heshtjeje totale në shpërthime emocionale, duke mos mundur të gjejë qetësi. Dhoma ku shpati flinte kur ishte i vogël, fotografitë e tij të varura në mur, kujtimet e fëmirisë së tij dhe çdo detaj i vogël e kanë rënduar edhe më shumë gjendjen e saj shpirtërore. Ajo i rikthen në mendje çdo moment, çdo fjalë, çdo kujtim të djalit që e rriti me aq dashuri dhe sakrifica. Shpesh, të afërmit tregojnë se ajo ri ulur pranë fotografive të shpatit për orë të tëra, duke i prek me dorë, sikur të donte t'i fliste. Nuk flet shumë, vetëm lotët i rrëshqasin pa kontroll. Ka humbur oreksin, ka humbur interesin për gjithçka tjetër dhe të vetmi mprehje e gjen në kujtimet që ruan për të birin. Dëshira e saj e vetme është që dhimbja të lehtësohet pak, por çdo ditë e re ja kujton mungesën e djalit edhe më fuqishëm. Familjarët janë përpjekur të qëndrojnë pranë saj vazhdimisht, duke e mbajtur të rrethuar me ngrohtësi e kujdes. Megjithatë, gjendja e saj psikologjike ka pësuar luhatje të forta dhe mjekët janë përfshirë në procesin e ndihmës emocionale, duke i dhënë qetësi dhe mbështetje profesionale. Dhimbja e një nëne për humbjen e djalit të saj nuk është thjesht një tristim i zakonshëm, është një plagë që prek zemrën, shpirtin dhe mendjen në mënyra të pakontrollueshme. Ajo shpesh largohet nga të tjerët dhe qëndron vetëm, si të kërkonte përgjigje që askush nuk mund t'ia jap. E kanë parë të shikojë dritaren për minuta të tëra, e humbur në mendime, sikur pret që shpati të shfaqet përsëri. Kjo mungesë e përditshme e ka thyer emocionalisht, dhe pavarësisht përpjekjeve të familjes, dhimbja e saj duket e pafundme. E vetmja gjë që i jep pak forcë është nipi i vogël, djali i shpatit. Sa hera i hyn në dhomë, ajo mundohet të mbledh veten, t'i buzëqesh pak dhe ta shoh si një pjesë të gjallë të birit që nuk është më. Por edhe kjo është e vështirë, sepse shikimi i tij i ngjan aq shumë shpatit, duke ia shtuar mallin dhe plagën. Të afërmit thonë se rruga e saj drejt stabilizimit emocional do të jetë e gjatë dhe e mundimshme. Dhimbja që po përjeton është e thellë dhe e rrallë, sepse humbja e një fëmije është tragjedia më e madhe që një nën mund të përballojë. Ajo gjeton me shpresën se diku, në një mënyrë të padukshme, shpati është ende pranë saj, duke e mbrojtur dhe duke i dhënë forcë nga larg. Në këtë periudhë kaq të vështirë, familja kërkon qetësi, mirëkuptim dhe mbështetje, ndërsa nëna e shpatkasapit mundohet të gjejë mënyrën për të jetuar me mungesën më të madhe të jetës së saj.